A keni menduar ndonjëherë se pse kur bie një rufe e fuqishme ose kur një pemë rrëzon një shtyllë tensioni, i gjithë qyteti nuk mbetet në errësirë? Përgjigjja fshihet te një teknologji geniale që punon në prapasken çdo milisekond. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Valon Rizvanaj dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do të zhytemi në botën magjepse të inxhinierisë energjetike për të folur për mbrojtjen e rrjetit ose grid protection. Do të mësojmë se si sisteme masive dhe kompjuter inteligjent shpëtojnë pajisje miliona euroshe nga shpërthimet. Nëse ju pëlqen teknologjia dhe inxhinieria, mos harroni të bëni subscribe dhe të pëlqeni. Le të fillojmë me prezantimin. Hyrje në mbrojtjen e sistemeve elektroenergjetike. Teksti juaj i zgjeruar. Sistemet e mbrojtjes së rrjetit janë praktikisht sistemi imunitar i furnizimit ton me energji elektrike. Qëllimi i tyre parësor është të diktojnë dhe të izolojnë defektet sa më shpejt të jetë e mundur, për të ruajtur stabilitetin e gjithë sistemit. Ashtu siç siguresa në shtëpinë tuaj bie kur thekësja e bukës bën një qark të shkurtër, edhe nën stacionet kanë pajisje që veprojnë në milisekonda. Pa këto sisteme inteligjente, një defekt i vogël lokal do të kthehej shpejt në një blackout masiv, duke lënë miliona njerëz dhe industri të tëra pa energji. Rrjeti elektrik është i ekspozuar ndaj shumë rreziqeve, goditjet e rrufeve, dëmtimet e kabllove nga gërmimet ose prishja e izolimit për shkak të vjetërsisë. Kur ndodh një defekt i tillë, si për shembull një qark i shkurtër i ashpër, në linja kalojnë papritur rryma qindra herë më të larta se normalja. Kjo energji e madhe shkakton sforcime të jashtëzakonshme mekanike dhe gjeneron nxehtësi ekstreme që mund të shkrijë përcjellësit dhe të dijek transformatorët brenda pak sekondave. Detyra e mbrojtjes është pikërisht të ndërhyjë para se kjo energji shkatërruese të bëjë dëme të pariparueshme. Në inxhinierinë e mbrojtjes ekziston një rregull i artë që quhet selektivitet. Kjo do të thotë që kur ndodh një defekt, sistemi duhet të jetë aq inteligjent sa të hap vetëm atë çelës që ndodhet më afër pikës së defektit. Pse është kjo jetike? Sepse nëse një pemë bie mbi një linjë në fund të qytetit, ne duam që të stakohet vetëm ajo linjë lokale. Nëse sistemi nuk do të ishte selektiv, çelësat kryesor në nën stacion do të hapeshin nga paniku dhe do të fiknin energjinë për gjysmën e shtetit. Selektiviteti kirurgjikal është çelësi për një rrjet të besueshëm. Tani le të fokusohemi tek asetet më të shtrenjta, transformatorët e fuqisë. Për t'u izoluar dhe ftohur nga tensionet e larta, ata janë të mbushur me një vaj special. Por ky vaj fsheh një rrezik. Nëse brenda transformatorit ndodh një defekt i brendshëm i izolimit, nxehtësia shkakton dekompozimin termik të këtij vaji izolues. Si rezultat, krijohen gaze të rrezikshme dhe, në rastet më ekstreme, valë të forta presioni. Për këtë arsye, transformatorët kërkojnë një sistem mbrojtjeje shumë unik që funksionon bazuar në fizikën e pastër të lëngjeve. Këtu ju prezantoj me relejen Buchholz, mbrojtësin mekanik më të famshëm të transformatorëve. Kjo pajisje instalohet saktësisht në tubin e pjerrët që lidh kazanin kryesor me enën e zgjerimit të vajit që ndodhet sipër tij. Duke qenë se çdo gaz i nxehtë është më i lehtë se vaji, ai ngjitet lart dhe detyrimisht kalon përmes kësaj releje. Është një dizajn genial, sepse nuk kërkon energji elektrike për të detektuar gabimin, gjithçka bazohet në parimin e Arkimedit dhe mekanikën e lëngjeve. Brenda kësaj releje ka dy sisteme notuesish. Faza 1. Nëse defekti është i vogël dhe i ngadalt, gazi grumbullohet, zhvendos vajin dhe bën që notuesi i sipërm, SG, të bjerë poshtë. Duke rënë, ai anon një çelës me zhiv, HG, që dërgon thjesht një alarm te operatorët. Faza 2. Por nëse ndodh një qark i shkurtër masiv, krijohet një valë e fuqishme presioni vaji. Kjo valë godet direkt valvulën penguese të poshtme, SK, e cila aktivizon menjëherë stakimin ose hapjen e të gjithë çelësave të transformatorit, duke shpëtuar atë nga një shpërthim i sigurt. Ndërsa mekanika është perfekte për transformatorët, mbrojtja e linjave të gjata dhe rrjeteve komplekse kërkon një teknologji tjetër,
Relet e vjetra elektromekanike, të cilat kishin bobina dhe mekanizma që kërkonin shumë hapësirë, sot janë zëvendësuar pothuajse plotësisht nga pajisje digjitale shumë funksionale. Këto pajisje nuk janë thjesht një çelës on-off, ato janë mikrokompjuter të fuqishëm industrial që mbledhin sasi masive të dhënash nga rrjeti dhe marrin vendime kritike në bazë të algoritmeve. Një shembull i shkëlqyer i këtij standardi digjital është seria SI Preoc e kompanisë Siemens. Siç e shihni në pamje, ato janë të pajisura me ekrane LCD për të lexuar vlerat në kohë reale, butona navigimi dhe një kolon me drita LED të programueshme për të treguar statuset e defekteve. Avantazhi revolucionar i tyre është se një pajisje e vetme mund të kryejë mbrojtjen nga mbirryma, mbrojtjen në distancë, matjet dhe kontrollin. Kjo redukton kostot, kursen hapësirën dhe e bën rrjetin shumë më të menaxhueshëm. Po si e kupton defektin ky kompjuter? Ai merr vazhdimisht sinjalet analoge të rrymës dhe tensionit nga rrjeti dhe i kalon ato në një filtr e më pas në një konvertues analog të digital, AD. Të dhënat kthehen në kod binar dhe përpunohen nga mikroprocesorët. Nëse algoritmi matematikor llogarit se një rrym kalon pragun kritik për disa milisekonda më shumë se ç'duhet, procesori gjeneron urdhrin e stakimit. Këto pajisje gjithashtu regjistrojnë historikun e defektit, duke lejuar inxhinierët të analizojnë valët e sakta se si ndodhi problemi pasi defekti të jetë pastruar. Në përfundim, arkitektura e mbrojtjes së rrjeteve moderne është një simfoni midis inxhinierisë fizike dhe asaj kompjuterike. Sistemet si releja Buchholz na tregojnë se si fizika dhe forcat mekanike mund të ofrojnë mbrojtje absolute pa pasur nevojë për rrym. Nga ana tjetër, mikroprocesorët e fuqishëm na ofrojnë shpejtësim, selektivitetin dhe saktësinë kirurgjikale që kërkon një rrjet i mençur smart grid. Kjo harmoni inxhinierike siguron që ne të kemi gjithmonë drita në shtëpi. Kjo ishte gjithçka për mbrojtjen e rrjeteve. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe të keni mësuar diçka të re. Nëse keni pyetje specifike për transformatorët apo sistemet digjitale, lërini në komente. Mos harroni të bëni like dhe subscribe dhe shihemi në videon të tjetra.